Pelikanin ka quren, do të sjellim në soren. Pelikanin ka quren, do të sjellim në soren. Pelikanin ka quren, do të sjellim në soren. Nga zvarnet që deri në rjall, sot Shqipëria po thot boll. Nga zvarnet që deri në rjall, sot Shqipëria po thot boll. Nga zvarnet që deri në rjall, sot Shqipëria po thot boll. Raman Bur Berishën Bur, 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 Raman Bur Berishën Bur. Konçari shqiptare. Atëherë si që kemi lanë shtëpi, Shtëjet të kratë në fillim kur jeni atëherë. Dal nga dal ma shën pasisht. Mos bili për të në fillim. Mos më shpëqim. Allah. Mirë, ka nisur marshimi i qytetarëve shqiptarë në protestën e 13, kjo e ditës së sotme, ora shënon 18:40 minuta. Kanë mbatur fjalime, po ashtu edhe për kolegun Osman Stafa kanë folur gjatë shumë qytetarë të cilët kanë shprehur hallet dhe shqetësimet e tyre të prekur dhe të revoltuar po ashtu. Tani më, ata kanë nisur marshimin si çdo ditë, shohim që ka edhe të moshuar në mes turmës atyre të rinjve, grave, nënave, shohim dhe të moshuar të cilët janë bashkuar kësaj proteste në ditën e 13 për të vijuar më tej në marshimin në bulevard dhe për të bashkuar përpara kryeministrisë. Sigurisht nuk duhet të bini pre provokimeve. Kjo ka qenë thirrja e cila është bërë deri në momentin e fundit përpara se të niseshin qytetarët për të marshuar, kështu që besoj dhe shpresoj që nuk do të ketë ndoshta edhe intimidime të ndryshme të kësaj proteste, por kjo mbetet për të parë. Rikujtojmë edhe një herë se në këto momente që flasim ka një tjetër aktivitet anti-miting krijuar edhe organizuar nga Partia Socialiste në sheshin Nën Tereza. Kështu që do të shohim dy anë të medaljes ose dy realitete të ndryshme në një bulevard, por ne jemi të fokusuar tek qytetarët, tek kjo protestë, të cilën ne kemi transmetuar nga dita 1 dhe sot jemi në ditën e 13. Në këto pamje të drejtë për drejta, në një pjesë tjetër të bulevardit, shohim qytetarë të tjerë, të cilët i presin qytetarët që kanë nisur marshimin nga sheshi Skënderbej, i presin në pozicione të ndryshme të bulevardit për t'ju bashkuar protestës dhe më pas për të konkluduar përpara kryeministrisë, sikundër është bërë udhës tani më do të mbahen fjalime. Shumë qytetarë kanë zgjedhur të mbajnë fjalimet e tyre çdo ditë. Me thirrjen Rama në Burg, Berisha në Burg, Rama jepe dorëheqjen. Kjo është protesta e shqiponjave, tha dikush pak më herët në transmetim të drejtë për drejtë, jo më e flamingove. Do të shohim pankarta të ndryshme, shohim qytetarë që mbajnë flamuj shqiptar të vegjël, nëna me fëmijë,
të rinj pafund, të cilët kanë një energji të jashtëzakonshme dhe absolutisht me këtë energji ata kanë mundur ta mbajnë gjallë të protestë për shumë orë, duke vjuar përtej këtij marshimi edhe pozicionimit përpara kryeministrisë, ata kanë zgjedhur që më pas të mos ndalen, por të vjojnë mëtej duke marshuar në akse kryesore rrugore të kryeqytetit. Kështu që besoj dhe sot mund të jetë një itinerar. Një pjesëmarrje jashtëzakonshme kjo duket edhe në këtë pamje të drejtë për drejta të çlirojmë vendin nga kjo klasë politike, por njëkohësisht është bërthiri që të mos bien pre provokimeve. Pankarta nga më të ndryshmet shohin tani, Rama jep dorëheqjen, është slogani që bashkëshoqëron këtë protestë, e cila tani më ka nisur, është në ditën e 13 të saj, qëndrojmë me këtë pamje të drejtë për drejta. Sikundër e ritheksojmë edhe një herë, kjo është lëvizja e fundit që bëhet ose merren udhëzimet e fundit. Pra bëhet një ndalesë një pjesë të bulevardit, jepen udhëzimet e fundit dhe më pas vijohet me protestën. E ngjashme kjo, besoj, po sigurisht uroj dhe në pamjet që shohim në fakt duket që mund mos jetë e ngjashme sepse dita ditës nuk është e ngjashme në pjesëmarrje kam fjalën, sepse dita ditës në pamjet të drejtë për drejta që kemi përcjell tek ju, ka një numër të shtuar të qytetarëve të cilët zgjedhin ti bashkohen kësaj proteste qytetare që sot kulmon në ditën e 13 për një arsye ose për një tjetër. Ata sot janë në shesh, një pjesë e mirë e tyre i bën të qarta dhe publike ato që i shqetësojnë të gjitha hallet e tyre. Për mikrofonin e News 24 ju keni ndjekur pak minuta më herët disa qytetarë të cilët kanë shprehur pafund shqetësime në raport me këtë maxhorancë, në raport me këtë qeveri dhe sigurisht kërkojnë një qeverisje më të mirë, kërkojnë një përfaqësim më të mirë. Qëndrojmë me këtë pamje të drejtë për drejta tani pa koment.